Frans Tilian Noli është një nga figurat më të ndritura dhe komplekse të historisë shqiptare. Ai ishte një klerik ortodoks, politikan, shkrimtar, përkthyes, muzikolog dhe diplomat, i cili luajti një rol të rëndësishëm në formësimin e identitetit kombëtar shqiptar dhe në përpjekjet për modernizimin e shtetit shqiptar. Fanoli lindi më 6 janar të vitit 1882 në Ibrik Tepe, qytet, një fshat në Trakin Lindore, në Perandorinë Osmane, sot në Turqi. Familja e tij kishte origjinë nga Kolonja, një rajon në Shqipërinë e Jugut. Në rinin e tij Noli jetoi në Athinë, Aleksandri dhe Odesa, ku punoi si aktor, mësues dhe përkthyes. Këto përvoja ekspozuan atë ndaj kulturave dhe ideve të ndryshme, duke formuar një mendje të hapur dhe të etur për dije. Në prill të vitit 1906, Noli emigroi në Shtetet e Bashkuara, duke u vendosur fillimisht në Buffalo, New York, ku punoi në një fabrik druri. Më pas u transferua në Boston, ku filloi të angazhohej në komunitetin shqiptar të emigrantëve. Ai u bë redaktor i gazetës Kombi dhe më vonë themeloi gazetën Dielli, e cila u bë një zë i rëndësishëm i diasporës shqiptare. Në vitin 1908, pas një incidenti ku një prift grek refuzoi të kryente shërbimet fetare për një shqiptar të ndjerë, Noli u shugurua prift nga Kisha Ortodokse Ruse dhe themeloi Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Ky ishte një hap i rëndësishëm drejt afirmimit të identitetit fetar dhe kombëtar shqiptar. Noli ishte një autodidakt i jashtëzakonshëm. Ai studioi në Universitetin e Harvardit, ku mori diplomën në vitin 1912. Më pas ai vazhdoi studimet në Konservatorinë e Muzikës së New Anglisë dhe në Universitetin e Bostonit, ku mori doktoraturën në vitin 1945 me një tezë mbi Skënderbeun. Ai ishte një përkthyes i shquar, duke sjellë në gjuhën shqipe vepra të autorëve si William Shakespeare, Henrik Ibsen, Miguel de Cervantes dhe Edgar Allan Poe. Përkthimet e tij janë vlerësuar për mjeshtrinë gjuhësore dhe përkthimin e ndjeshëm të nuancave kulturore. Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, Noli u angazhua në politikën shqiptare. Ai ishte një nga përfaqësuesit e Shqipërisë në lidhjen e kombeve dhe luajti një rol të rëndësishëm në sigurimin e njohjes ndërkombëtare të shtetit shqiptar. Në vitin 1924, pas vrasjes së Avni Rustemit dhe trazirave që pasuan, Noli udhëhoqi revolucionin e qershorit dhe u bë kryeministër i Shqipërisë. Gjatë mandatit të tij të shkurtër, ai propozoi një program reformash për modernizimin e vendit, por qeveria e tij u rrëzua nga forcat e Ahmet Zogut në dhjetor të po atij viti. Pas rrëzimit nga pushteti, Noli u detyrua të largohej nga Shqipëria dhe u vendos përfundimisht në Shtetet e Bashkuara. Atje, ai vazhdoi të jetë aktiv në jetën intelektuale dhe fetare, duke shërbyer si kryepeshkop i Kishës Ortodokse Shqiptare në Amerikë dhe duke publikuar vepra të ndryshme letrare dhe historike. Ai ishte një kritik i regjimit të Ahmet Zogut dhe më vonë i regjimit komunist të Enver Hoxhës, duke mbajtur një qëndrim të pavarur dhe kritik ndaj të dyja palëve. Noli kishte një dashuri të veçantë për muzikën klasike, veçanërisht për veprat e Beethovenit. Ai shkroi një studim të thelluar mbi jetën dhe veprën e Beethovenit, duke e lidhur atë me idealet e revolucionit dhe lirisë. Gjithashtu ai kompozoi muzikë kishtare dhe punoi për përkthimin dhe përshtatjen e liturgjisë ortodokse në gjuhën shqipe. Fanoli vdiq më 13 mars të vitit 1965 në Fort Lauderdale, Florida, në moshën 83 vjeçare. Megjithëse jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij në mërgim, kontributi i tij në kulturën, politikën dhe fenë shqiptare është i pamatshëm. Ai mbetet një figurë e nderuar dhe e respektuar në historinë shqiptare, një simbol i përkushtimit ndaj kombit dhe idealeve të lirisë dhe drejtësisë.